Të dashur teleshikues, ju përshëndes. Po fillojmë lajmet në televizionin 4+. Një tjetër aksident me vdekje ka ndodhur në rrugët e Lushnjës, eksaktësisht në Çerm. Motorri përplas të moshuarën 71 vjeçare, e cila humbi jetën. Një tjetër aksident tragjik me pasojë humbjen e jetës është shënuar mëngjesin e kësaj të hëne në rrugët e Lushnjës, duke rikthyer shqetësimin për sigurinë rrugore në zonë. Ngjarja ka ndodhur në vendin e quajtur Çerm Proshk në aksin rrugor Çerm Divjak. Sipas informacioneve paraprake, 71 vjeçaria Ike Dervishi ka qenë duke tentuar të kalojë rrugën nga njëra anë në tjetrën, kur është përplasur nga një motociklet që drejtoi nga 24 vjeçari Leandro Gjillari. Përplasja ka qenë tepër e fortë dhe për shkak të plagëve të marra, e moshuara ka ndërruar jetë në vendngjarje pa mundur të marrë ndihmë mjekësore. Menjëherë pas aksidentit në zonë kanë bërritur shërbimet e policisë dhe grupi hetimor, të cilët kanë nisur veprimet për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes. Drejtuesi i motocikletës është ndaluar dhe shoqëruar nga policia ndërsa po kryen verifikime për të përcaktuar shkaqet e aksidentit dhe përgjegjësitë ligjore. Ky është aksidenti i dytë me pasojë vdekjen në rrugët e Lushnjës gjatë 2 ditëve të fundit. Një bilanc tragjik që ngre edhe një herë alarmin për kujdesin në qarkullim, si nga drejtuesit e mjeteve ashtu edhe nga këmbësorët. Hetimet për ngjarjen vijojnë. Ambasadori i Ukrainës në Shqipëri, Vlodimir Shkurov, nga Roskoveci ka deklaruar se protestat paqësore janë të drejta, por dialogu duhet të vazhdojë edhe në parlament. Ambasadori i Ukrainës në Shqipëri, Vlodimir Shkurov, vizitoi këtë të hënë bashkinë e Roskovecit si pjesë e delegacionit të bashkisë Letiçiv, në kuadër të projektit Pathways of Partnership, të mbështetur nga Nalas. Projekti synon angazhimin e përbashkët për bashkëpunim, shkëmbim eksperiencë dhe transferim të praktikave të mira të qeverisjes vendore. Në një prononcim për mediat, ambasadori u ndal edhe te zhvillimet e fundit në Shqipëri, duke u shprehur se protestat paqësore janë një drejtë themelore në një vend demokratik. Sipas tij, qeveria duhet të dëgjojë kërkesat e protestuesve, por debatet dhe zgjidhjet duhet të zhvillohen edhe në sallën e parlamentit. Звичайно, ми дуже уважно спостерігаємо за тим, що відбувається в Албанії. Ми знаємо про цей протест. Sigurisht ne po shikojmë me vëmendje gjërat që po ndodhen aktualisht në Shqipëri, edhe zhvillimet e fundit. Sigurisht në një shtet të lirë gjithmonë ekziston e drejta për të shprehur mendimin edhe për protesta paqësore. Por paralelisht ne dim se edhe qeveria po kontrollon, po shikon kërkesat e protestuesve për të patur mundësitë e kërkesave, për të kuptuar kërkesat që ekzistojnë sot në protestë, edhe sigurisht që protesta paqësore është diçka që mund të ekzistojë në një shtet të lirë. Kryebashkiake e Roskovecit, Majlinda Bufi, u shpreh se ky partneritet pritet të sjellë rezultate konkrete për komunitetin, duke u mbështetur edhe në eksperiencat e mëparshme të bashkëpunimit me Italinë dhe Sloveninë. Kjo vizitë ka në fokus shkëmbimin e eksperiencave më të mira ndërmjet Bashkisë Roskovecit dhe Bashkisë Letiçev, mundësive të bashkëpunimit dhe pse jo praktikave më të mira që ne kemi si komunitete Roskovecit dhe komuniteti Ukrainas në Letiçev. Unë jam shumë e bindur që delegacioni i Ukrainës do të marrë më të mirat nga Bashkia e Roskovecit, ato për cilat ne krenojmë në fakt, që kanë të bëjnë me përmirësimin e shërbimeve ndaj qytetarëve, kanë të bëjnë me rritjen e buxhetit nga të ardhurat tona, me transparencën, me llogaridhënien, me bashkëpunimin me qytetarët dhe pse jo të gjitha këto për të patur një komunitet më të qëndrueshëm, në një jetë më të përmirësuar të tyre përmes gjithë asaj që Roskoveci ka dhënë. Ndërsa kryetari i Bashkisë Letiçiv ka theksuar se Shqipëria ka resurse të jashtëzakonshme për zhvillim. Wrażenia дуже гарні. Перш за все ми приїхали автомобілем, ми їхали через Албанію. Dhe përpara ne kemi ardhur këtu me makinë dhe kjo ishte mundësia për ne të shikojmë edhe Shqipërinë, domethënë të krijojmë atë përshtypjen e parë për popullin e Shqipërisë, për Shqipërinë, për natyrën, edhe përshtypja e gjithë sigurisht ishte me zonën kryetare e Roskovecit, sepse aty e kuptuam gjithë qëllimin e vizitës, edhe mënyra e mikpritjes ishte aq e ngrohtë për zemër saqë domethënë aty jemi ndjer shumë mikpritës. Por përveç asaj gjës, domethënë që ne dëshim të falenderojmë zonën kryetare, ajo çfarë ju keni përmendur tani se ju e keni tashmë eksperiencën me Sloveninë, me Italinë, edhe jemi vendi i tretë me të cilin ju mund ta ndani këtë eksperiencë. Ministri e Arsimit Mirela Kumbaro ka apeluar sot në rrjetet sociale që në provimin e fundit të maturës shtetërore, i cili do të zhvillohet nesër, të respektohen rregullat, pasi 29 nxënës janë përjashtuar gjatë 3 provimeve të para.
Një ditë para provimit të fundit të maturës shtetërore 2026, Ministri e Arsimit Mirela Kumbaro u ka bërë thirrje maturantëve të respektojnë me përpikmëri rregulloren, duke rikujtuar se përdorimi i telefonave celular dhe pajisjeve inteligjente në ambientet e testimit është rreptësisht i ndaluar. Përmes një mesazhi në rrjetet sociale, ministria shprehu keqardhjen për 29 maturantë të përjashtuar gjatë 3 provimeve të para për shkelje të rregullores, çka u ka pamundësuar vijimin e maturës shtetërore dhe ka vënë në rrezik regjistrimin e tyre në universitet për këtë vit akademik. Kumbaro theksoi se respektimi i rregullave është i panegociueshëm, ndërsa u bëri thirrje maturantëve të ruajnë qetësinë, përqendrimin dhe korrektsinë gjatë testimit për të arritur rezultatet më të mira. Matura shtetërore 2026 zhvillohet në 144 qendra provimesh me angazhimin e mbi 2000 mësuesve, administrator dhe 170 monitoruesve të Ministrisë së Arsimit. Provimi i lëndëve me zgjedhje përmbyll ciklin e testimeve kombëtare, rezultatet e të cilave do të shërbejnë për aplikimet dhe pranimet në universitet. Ministria Kumbaro ritheksoi se synimi i Ministrisë së Arsimit është garantimi i një procesi transparent, të drejtë dhe me standarde të larta për të gjithë maturantët. Bumi turistik nuk po ndihmon bujqësinë. Importet e ushqimeve u rritën me 15% në 5 mujorin e parë të vitit 2026. Turizmi në rritje nuk po arrin të nxjisë prodhimin vendas bujqësor, ndërsa importet e ushqimeve po zgjerohen me ritme të shpejta. Të dhënat e tregtisë së jashtme për 5 mujorin e parë të vitit 2026 tregojnë se Shqipëria importoi mbi 520.000 tonë produkte ushqimore, 14% më shumë se në të njëjtën periudhë të një viti më parë. Edhe pse vendi ndodhet në kulmin e sezonit të prodhimit bujqësor, importet e zarzavateve u rritën me 15.3%, duke arritur në 38.000 tonë, ndërsa ato të frutave u shtuan me 8.1%, duke kaluar 51.000 tonë. Në rritje janë edhe importet e mishit, bulmetit dhe drithrave, ku këto të fundit shënuan zgjerimin më të madh me 26.3%. Ekspertët e lidhin këtë ecuri me rritjen e konsumit nga fluksi turistëve, por edhe me pamjaftueshmërinë e prodhimit vendas për të furnizuar tregun. Si pasojë, hotelet, restorantet dhe konsumatorët po mbështeten gjithnjë më shumë te produktet e importit. Kjo prirje tregon se përfitimet ekonomike të turizmit nuk po reflektohen tek fermerët shqiptar. Në vend që kërkesa e shtuar të nxjisë prodhimin vendas, një pjesë e konsiderueshme e të ardhurave nga turizmi po rikthehen jashtë vendit përmes importeve, duke rritur varësinë e ekonomisë shqiptare nga tregjet e huaja. Kryeministri i Anglisë Keir Starmer ka dhënë dorëheqjen nga posti i kryeministrit të Mbretërisë së Bashkuar. Lideri i ri do të vendoset para rikthimit të parlamentit në shtator. Kryeministri britanik Keir Starmer ka njoftuar dorëheqjen nga posti i kryeministrit dhe nga drejtimi i Partisë Laboriste, duke hapur rrugën për zgjedhjen e një lideri të ri në javët e ardhshme. Në fjalimin e tij, Starmer deklaroi se kishte trashëguar një parti laboriste politikisht, financiarisht dhe moralisht të falimentuar, por theksoi se gjatë drejtimit të tij e transformoi atë duke shërnjosur antisemitizmin dhe rikthyer besimin në ekonomi, mbrojtje dhe siguri kombëtare. Ai bëri të ditur se ka njoftuar mbretin për vendimin e tij dhe i ka kërkuar Komitetit Ekzekutiv Kombëtar të Partisë Laboriste të nisë procesin për zgjedhjen e pasardhësit. Nominimet do të hapen më 9 korrik, ndërsa lideri i ri pritet të zgjidhet përpara rikthimit të parlamentit në shtator. Deri atëherë Starmer do të vijojë të ushtrojë detyrën e kryeministrit për të garantuar një tranzicion të rregullt të pushtetit. Në deklaratën e tij, Starmer thanë se ka dëgjuar shqetësimet brenda partisë për aftësinë e tij për të udhëhequr drejt zgjedhjeve të ardhshme, duke shtuar se e pranon këtë vendim me dinjitet dhe qetësi. Ai premtoi mbështetje të plotë për pasardhësin, duke u shprehur se ai do të trashëgojë një Britani më të fortë dhe më të drejtë se 2 vite më parë. Momenti i largimit u shoqërua me emocione të forta. Gjatë fjalimit, Starmer u duk i prekur dhe i përlotur, ndërsa falenderoi bashkëpunëtorët, stafin e Downing Street dhe shërbimin civil për mbështetjen gjatë viteve të fundit. Dorëheqja vjen më pak se 2 vite pas fitores së thellë të Partisë Laboriste në zgjedhjet parlamentare të vitit 2024. Apple paralajmëron rritje çmimesh. Drejtori i kompanisë, Tim Cook, deklaroi se shtrenjtimi është i pashmangshëm. Kompania Apple pritet të rrisë çmimet e një pjese të produkteve të saj si pasojë e rritjes së ndjeshme të kostove të çipave të memorjes, komponent thelbësor për funksionimin e telefonave inteligjent, tabletëve dhe pajisjeve të tjera elektronike. Lajmi është konfirmuar nga drejtori ekzekutiv në largim i kompanisë, Tim Cook, i cili deklaroi se rritja e çmimeve është e pashmangshme, për shkak të paqëndrueshmërisë që po karakterizon tregun global të tyre.
Megjithatë, Cook nuk dha detaje mbi kohën kur do të hyjnë në fuqi çmimet e reja dhe as cilat produkte do të preken konkretisht. Ende mbetet e paqartë nëse rritja do të ndikojë edhe tek modeli i ri iPhone 18, i cili pritet të prezantohet gjatë muajit shtator. Sipas raportimeve, çipat e memorjes janë ndër komponentët më të kërkuar në industrinë teknologjike dhe kërkesa e lartë e nxitur kryesisht nga zhvillimi i teknologjive të inteligjencës artificiale ka ushtruar presion mbi zinxhirët global të furnizimit. Si pasojë, prodhuesit e pajisjeve elektronike u përballen me kosto më të larta të prodhimit. Ndërkohë, presidenti i Amerikës Donald Trump bëri të ditur se Apple ka rënë dakord të bashkëpunojë me kompaninë Intel për prodhimin e çipave në territorin amerikan. Në një postim në platformën Truth Social, ai tha se kjo marrëveshje synon të forcojë prodhimin vendas dhe të reduktojë varësinë nga furnizuesit e huaj në një sektor të konsideruar strategjik. Nëse planet e Apple do të zbatohen, konsumatorët mund të përballen me çmime më të larta për disa nga produktet e kompanisë në muajt e ardhshëm. Këto ishin lajmet tona për sot. Lajmet i gjeni edhe në internet në websajtin 4plusmedia.tv. Bashkë mirupafshim.